Ndërkohë, Rusia vijon me përpjekjet e saj për të ndërtuar robot humanoid të fuqizuar nga inteligjenca artificiale. Nëse një javë më parë prezantimi i robotit të parë humanoid dështoi me sukses, kësaj jave, një tjetër robot i fuqizuar nga inteligjenca artificiale kërceu përpara presidentit rus Vladimir Putin dhe një nga ekspozitat e organizuara nga banka më e madhe e Rusisë e projektuar për të shfaqur përparimet teknologjike të kompanisë dhe Putin nuk dukej shumë i impresionuar. Красиво. Приглашаю посетить нашу выставку. Я буду ждать вас на своем стенде. Разрешите идти? Спасибо большое. Разрешите. Thuaj se çdo gjë që kemi parë në filma dhe e kemi cilësuar si fantashkencë sot është bërë realitet, sidomos kur flasim për inteligjencën artificiale apo ata që quhen robot humanoid. Dhe ai që do të shihni për pak është parashikimi i një prej njerëzve që po e udhëheq këtë revolucion digjital, nëse mund ta quajmë kështu me kompanitë e tij. Kjo është ajo që pritet të ndodhë sipas Elon Musk në 10 apo 20 vite me njerëzimin dhe marrëdhënien tonë me inteligjencën artificiale. Ndërkohë ne bashkë do të ndahemi këtu për të takuar sërish të shtunën tjetër. Për të mos humbur asgjë nga bota e internetit, mos harroni që të na ndiqni në mediat tona sociale dhe në faqen tonë të webit a2cnn.com. Shihemi fundjavën tjetër. AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. My guess is if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which this seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Now, there will still be constraints on power, like electricity and mass. The fundamental physics elements will still be constraints. But I think at some point, currency becomes irrelevant. 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional.